Përulemi me respekt dhe mirënjohje të thellë përpara kujtimit të atyre që dhanë jetën për lirin e atë dheu. Kjo ditë nuk është thjesht një datë në kalendar, por një moment reflektimi dhe nderimi për secilin për nesh. Lezhë, një qytet me histori dhe traditë të lavdishme, ka dhënë një kontribut të çmuar në momentet më të rëndësishme të kombit. Edhe në ditët më të vështira, bijtë e saj nuk u tërhoqën përballë sakrificës, por zgjollën të luftojnë për një të ardhme më të mirë për të gjithë ne. Dëshmorët tanë janë krenaria jonë më e madhe. Ata janë historia jonë, por dhe ndërgjegjja jonë e përditshme. Sakrificat të tyre na kujtojnë se liria që gëzojmë sot nuk erdhi rastësisht, por erdhi e fituar me gjak, guxim, besim të palëkundur tek Adeo. Në këtë ditë për kujtimi, ne nuk nderojmë vetëm ato që ranë, por dhe familjet e tyre, që mbajnë mbi supe një dhimbje të madhe, por dhe një krenari të pashuar. Detyra jonë është të jemi të dejnë në këtë sakrificë. Të vazhdojmë të punojmë çdo ditë për Lezhën, më të zhvilluar, më të pastër, më të drejtë dhe më të bashkuar. Për ju familjarë të dëshmorëve, në fakt, kjo datë është një moment kënaqësie që ndriçon i skalitur në vite dhe nuk shuhet. Sepse të parë tu e kanë dhënë jetën që ju, pas çastit të tyre, ne dhe të gjithë vetët që vinë të jetojnë në prosperitet. Dhe shkruar nga pushtuesit nazifashist të cilët në vitën pak janë përpjekur ta mbajnë këtë popull në rrëfundur dhe në mbrojtje. Sot, në këtë memorial, ne përpulemi dhe bëjmë një premtim të fortë se sakrificat sublime e dëshmorëve të Adeut nuk do të harrohen dhe vlerat të cilat ato luftuan do të merren në fyes për ne